Përshëndetje, unë quhem Sadik Vrapi, prej 30 vjetësh jap lëndën e fizikës në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Nisur nga ky fakt, fillova të jap disa leksione të domosdoshme për arsimin e mesëm në lëndën e fizikës. Kapitulli numër 1 është kinematika, është pjesa e fizikës që studion lëvizjen pa marrë parasysh shkakun e lëvizjes. Dhe në mënyrë të veçantë do të studiojmë lëvizja e njëtrajtshme. Një lëvizje quhet e njëtrajtshme kur trupi në intervale kohe të barabarta përshkon rrugë të barabarta. Pra, është një lëvizje ku shpejtësia nuk ndryshon, domethënë mbet konstante gjatë gjithë kohës së saj. Dhe meqense e kemi të qartë madhësinë e nxitimit, atëherë është një lëvizje me nxitim zero. Elementet ose madhësitë kryesore që shprehin një lëvizje të njëtrajtshme janë zhvendosja, rruga, shpejtësia dhe koha. Në këto madhësi duhet të bëjmë shumë të qartë ndryshimin midis zhvendosjes dhe rrugës, sepse e para është madhësi vektoriale, pra shkurt vektor, dhe rruga është një madhësi skalare ose thjesht numër, si edhe koncepti më kryesor, më i rëndësishëm që është shpejtësia mesatare. Le t'i trajtojmë këto koncepte me anë të problemeve më tipike që e shprehin këtë lloj lëvizje. Për shembull, problema numër 1. Një makinë në rrugën midis dy qyteteve e përshkon me shpejtësi 40 km/h dhe në kthim me shpejtësi 60 km/h. Të llogaritet shpejtësia mesatare e makinës shkurt e shnojmë vm. Pra, të dhënat e kësaj probleme janë V1 40 km/h, V2 60 km/h, Vm shpejtësia mesatare që kërkon dhe të gjendet. Sipas përkufizimit që keni mësuar për këtë temë, shpejtësia mesatare v indeks m gjendet duke pjesëtuar rrugën e plotë përmi kohën e plotë. Rrugën në fizikë e shnojmë ose me shkronjën L ose me shkronjën S, por unë preferoj ta shënoj me L, pra rrugë L e plotë, indeks e plotë PL. Përmi kohën në fizikë ne e shënoj me simbolin T, pra kohë e plotë, T e plotë. Pra problema thot që makina shkon nga A-ja në B dhe kthehet nga B-ja në A, që do thot se krijon dy fishin e rrugës L, pra 2L, duke marrë segmentin nga A-ja në B, L dhe nga B-ja në A, L, rruga e plotë është 2L. Ndërsa koha e plotë kuptohet me që ka shpejtësi të ndryshme, ky segment nga A-ja në B përshkohet me kohën T1, ndërsa segmenti nga B-ja në A me kohën T2. Kështu që koha e plotë është T1 plus T2. Pra, formula merr trajtën 2L përmi T1 plus T2 baras e shkruajmë duke transformuar në tutje. Në numërus kemi prap 2L, ndërsa në emërus koha T në lëvizjen e njëtrajtshme është rrugë pjesëtim për shpejtësi. Pra T1 është L përmi V1. Edhe këto i keni njohur nga tema përkatëse. L përmi V1, falni. Atëherë na duhet të fshijmë indeksin dysh. Pra, L përmi V1 plus të dyshi është L përmi V2. L përmi V2. Baras
kryj veprimet në emërusin e shprehjes, pra numërusi është 2L, atëre në emërus produkt, emërusi më pas është V1 herë V2, ku përftojmë këtë shprehje, pra V1 herë V2, dhe në numërusin e shumës së dythyesave leja është faktori i përbashkët që shumëzon V1 plus V2. Për të qenë më korrekt me veprimet matematike, sepse ka dhe nxënës që i harrojnë të gjërat thjeshta. Varas, produkti V1 herë V2 shkon tek shprehja 2L, kështu që kemi formën 2L herë V1 herë V2 kuptohet është dysh përmi L që shumëzon V1 plus V2. Atëre duke thjeshtuar madhësinë rrugë pra L-në në numërus dhe numërus, shpreha tashmë është funksion vetëm i dy shpejtësive të njohura, gjë që na e thjeshton zgjidhjen tonë, pra ngelet 2 që shumëzon V1 që shumëzon V2 ndaj ose përmbi V1 plus V2. Të dyja shpejtësitë i njohim, pra 40 dhe 60 km/h, mirë është punohet në sistemi SI, po me qenë se kanë të njëjtën njësi km/h, i rojmë të tilla dhe rezultati i shpejtësisë mesatare përsëri do të jetë km/h. Pra, duke i zvendësuar këto vlera të shpejtësive, do të marrim 2 që shumëzon V1 ishi 40, nuk po i vendos njësit, kuptohet, shpejtësi njësia dhe km/h përmi kohën 4 orë, ndaj V1 plus V2 që jep 20 plus 60, 100 km/h. Km/h, orë 4 orë, pjesëtim për km/h dhe km/h, kështu që thjeshtohen 2 zerot që kemi në numërus në emërus, me që thyesa është të trajt prodhimi, bëni kujdes, dhe marrim 2 herë 4, 8 herë 6, 28 rezultati ose përfundimi i shpejtësisë mesatare për këtë problem të dhënë. Kuptohet? Shumë nxënës do të jep një përgjigje të pasakt duke udhëhequr nga vlera mesatare ose mesatare aritmetike e dy numrave, gjë që s'është e vërtet. Dikush do ta nxirrte 50 km/h sepse do të kryente veprimin e thjesht 40 plus 60 përmi 2 dhe thoshte 100 × 50. Asnjëherë mos e kryeni këtë veprim në problemet e fizikës, sepse nuk shprehin të njëjtën gjë. Ky është një ushtrim tipik që shpreh saktësisht konceptin e shpejtësisë mesatare, si edhe jep një panoramë të detajuar mbi lëvizjen e një trajqme. Edhe njëherë konceptet bazë që nuk duhet harroni, që është lëvizja e një trajqme, është lëvizja e cila në intervale kohë barabarta më shkon rrugë barabarta, pra lëvizje me shpejtësi konstante ose lëvizje që kryhet me nxitim zero. Dhe koncepti themelor është shpejtësia mesatare që gjendet gjithmonë duke pjesëtuar rrugën e plot përmi kohën e plot. Për sot e mbyllim me kaq, mirupafshim në takimet e tjera, shihemi së shpejti.